mos na kërkoni në media. Pra mesazhi që unë kam sot për ju është ai që unë kam shkruar pothuajse çdo ditë në Facebook dhe kam folur pothuajse çdo herë që kemi patur mundësi të komunikojmë live së bashku në këto 6 vitet e fundit. Mos na kërkoni në media. Dhe pse ky mesazh? Sepse në fakt media është lakmusi, është testi, është treguesi, është dëshmia se çdo gjë që ka kamera, ka bujë, ka ftesa në studio televizive, ka ftesa në për banaqet e televizioneve shqiptare, ka hapësirë në faqet e gazetave, ka hapësirë në portale, është pjesë e debatit mes analistëve, ndër analistëve, ndër kalljet e tyre, bëhet me leje nga regjimi. Vetëm një pyetje thjesht bëjini vetes. Nëse po themi prej kaq shumë vitesh se ata lart janë bashk. Nëse po themi prej kaq shumë vitesh dhe tashmë prej 3 muajsh, çdo ditë shqiptarët po protestojnë me moton Rama në burg, Berisha në burg, pra revolucioni i flamingëve apo protestat, por i theksojnë faktin se Rama dhe Berisha janë regjimi dhe sipas thirrjes së protestuesve të revolucionit flamingëve, ata duhet të jenë në burg. Dhe arsyeja pse duhet të jenë në burg është sepse janë të korruptuar apo jo. Këtë thon njerëzit. Këtë thon parullat e njerëzve, këtë thon thirrjet e njerëzve. Dhe thon sepse njerëzit mendojnë se kushdo që ka qenë në pushtet në këto 36 vite në Shqipëri, ka qenë regjim. Pra kanë grabitur, kanë plaçkitur, kanë vjedhur pronat e shqiptarëve, buxhetin e shtetit, shtëpitë e shqiptarëve, shpresat e shqiptarëve dhe kohën e shqiptarëve. Por nuk i kanë vjedhur vetëm. Nuk i kanë vjedhur vetëm ata njerëz që kanë qenë krerë të politikës, që përmbledhet kryesisht tek 2 liderët kryesor, Rama dhe Berisha. Jo. Kjo gjë është bërë gjithmonë me ndihmën e një grushti politikanësh të tjerë servila dhe të korruptuar, një grushti oligarkësh, një grushti pronarësh mediash dhe një grushti grupesh kriminale. Pra nëse themi sot Çeta Rama Berisha apo klubi plaçkaxhinjve Rama Berisha apo regjimi Rama Berisha, ma ha mendja se biem dakord të gjithë së bashku se kushdo që e mendon këtë gjë dhe kushdo që e shqipton dhe e thot këtë gjë, beson se Rama Berisha janë maja e piramidës, por këtu poshtë janë grushti politikanëve rreth tyre servila dhe San Lëpirës, shërbëtor, të bindur. Pastaj është rrethi oligarkëve, të cilët marrin PPP-t, koncesionet, lejet e ndërtimit, të gjitha përfitimet dhe çdo lloj faturimi nga buxheti i shtetit. Dhe pastaj poshtë tyre vijnë pronarët e mediave ku her pas here ndërshkëmbehen me pozicionet e oligarkëve. Oligarkë dhe pronar mediash bëhen e njëjta gjë, por ka dhe pronar mediash që janë thjesht pronar mediash. Edhe këta janë përfitues, janë gjobvënës, marrin leje ndërtimi, marrin tenderime, marrin PPP, marrin person i stimuluar, marrin investitor strategjik, marrin licencime të veçanta, e kështu me radhë. Dhe pastaj vinë grupet kriminale, të cilat caktojnë drejtor, deputet, drejtues, përfaqësues politik, përfaqësues qarqesh për partitë kryesore politike në vend. Pra, maja e piramidës Rama Berisha dhe pastaj vazhdojnë të gjithë politikanët San Lëpirës, rreth tyre, shërbëtorët të tyre, oligarkët, pronarët e mediave dhe grupet kriminale. Por logjika duhet na thot diçka më tepër kur e shqiptojmë dhe mendojmë këtë gjë. Pra nëse mediat, studiot televizive, nëse debatet televizive hapen për parti, palë, grupime apo individ të cilët e shajnë regjimin, e shajnë sistemin, e shajnë Ramën dhe Berishën, a mos vallë duhet besojmë ne se oligarkët dhe grupet kriminale që
kontrollojnë aksione tek mediat dhe vetë pronarët e medjave dashkan të rëzokan padronët e tyre, pra dashkan të rëzokan Ramën dhe Berishën? A vërtet e mendoni dhe besoni se pronarët e medjave dhe oligarkët duan të rëzojnë Ramën dhe Berishën? A vërtet mendoni dhe besoni se hapësira televizive, transmetimet live, kamerat e fokusuara, ftesat e pafundme dhe fryrja dhe pompimi I personave, I partive të reja, I partive të caktuara, I liderëve të caktuar politik të partive të vjetra apo të partive të reja, u bëka nga oligarkët dhe pronarët e medjave sepse duan të rrëzojnë regjimin Rama Berisha? Vërtet e besoni? Po sikur e gjitha kjo tjetë një loj, sepse askush nuk do të mendoj që bashkëpunimi Rama Berisha apo bashkëpunimi qeveri opozit apo bashkëpunimi Rama Berisha në majtë të piramidës, politikan sa në lëpirës, oligark, pronar medjash dhe grupe kriminale është bashkëpunim dashurie. Jo, është bashkëpunim nevoje, është bashkëpunim interesash. Ata edhe mund të urrehen ndër vedi. Kështu që shpesh herë ajo që ne shohim të ndodhi është se kanë përplasje për më shumë përfitim, kanë përplasje për ripozicionim, riklasifikim, rirangim në grupet dhe në strukturat që ata kanë, qoftë të pasurive, qoftë të pushteteve të dukshme apo të nëndeshme. Mund të jenë gjobvënje të pastra të gjitha përplasjet që ata kanë, por kurse si mos mendoni se ata duan të rrëzojnë njëri tjetrin. As mos e imagjinoni. Prandaj, ju a bëra këtë shpjegim që të jeni të qartë në vijimin e këtij sqarimi. Unë jam Arjan Galdini. Në vitin 2015, në muajt janar, mars të 2015-ës, unë bëra një denoncim I cili doli krejt rastësisht për një arsye të një ngjarje brenda familjes sime. Ku unë u bëra shqiptarëve të shohin qartë batërdin që po ndodhte tek onkologjiku, por njëkohësisht në sistemin e korruptuar të shëndetësisë në Shqipëri, mizorinë e shëndetësisë në Shqipëri, rrjepjen që u bëhet qytetarëve shqiptar në mizorinë e shëndetësisë së korruptuar në Shqipëri, dhe më pas unë zbulova të gjithë makinerinë e ndytë dhe të korruptuar të mafjes farmaceutike, e cila me bashkëpunim me qeverinë, me ministrin e shëndetësisë asaj kohe, me drejtoreshën e QSUT-s asaj kohe, e cila u bë mëtej ministre shëndetësie për të zvendësuar atë që iku, me kryeministrin e asaj kohe që vazhdojnë të jetë edhe sot. Pra mafja farmaceutike në bashkëpunim me të gjithë të strukturë politike e ka mbushur tregun shqiptar me ilaçe të skaduara, me ilaçe të falsifikuara dhe me ilaçe eksperimentale, të cilat shiten si legjitime në emërtimin ilaçe gjenerike. Beteja asaj kohe, pra në muajt janar-mars, pikërisht për t'i bërë me dije çdo shqiptarit vërtetën që po ndodhte me jetët e tyre dhe me realitetin e tyre në portat e shëndetësisë dhe të botës farmaceutike, bëri që mëtej mediat me urdhër politik, por ndoshta edhe me urdhër të mafjes farmaceutike, e fshin dhe e zhdukën emrin tim. Prej vitit 2016 e këtej, bëhen 10 vite që Arjan Galdini është I ndaluar në media. Unë, madje më kanë bërë edhe njoftimin zyrtar, le të themi, jo zyrtar, se bëj shaka, por në mënyrë të tërthort më kanë bërë të qartë që unë jam I dënuar me harres. Çfarë do të thotë të jesh I dënuar me harres? Që ata të zhdukin nga ekranet, të zhdukin nga televizionet, të zhdukin nga gazeta, do të thonë njerëzve ky nuk ekziston, ky nuk është, ky nuk ekziston, ky nuk është. Dhe po ju pyes,
A nuk e keni ndjerë shpesh herë atë ndjesin, ore ku është ky, ku shkoi ky, nga u zhduk ky, pse heshti ky? Se ka shumë nga ju që ma bëjnë këtë koment, ore Galdini, po je zhdukur, po s'kemi parë më. Jo, nuk jam zhdukur unë, më zhdukën ata. Më fshin ata. Piramida Rama Berisha, regjimi Rama Berisha dhe mafia farmaceutike, oligarkët, pronarët e medjave dhe grupet kriminale. Kushdo që ka qenë përfitues në atë biznesin e madh kriminal me shëndetësinë e korruptuar shqiptare dhe me mafien farmaceutike, e kanë zhdukur emrin tim nga çdo ekran, nga çdo televizion, nga çdo gazetë dhe pothuajse të gjitha elitat politike, kulturore, akademike dhe sociale në Shqipëri e kanë fshirë emrin Arjan Galdinit nga çdo listë dhe nga çdo prani. Madje edhe nga çdo përmendje. Pra nuk jam zhdukur unë, më kanë dënuar me harres ata, regjimi. Dhe këtu jo për të justifikuar, por për hir të vërtetës duhet kuptoni që unë kam qenë çdo ditë në rrjetet e mia sociale prezent. Betejat e mia janë në rrjetet e mia sociale, sepse ato janë e vetmja platformë komunikimi. Jo se unë rri në rrjetet sociale, jo se unë jam njeriu i rrjeteve sociale, jo se unë kërkoj të bëhem influencer. Jo. Për mua, rrjetet e mia sociale janë kthyer e vetmja platformë komunikimi që unë kam me ata shqiptarë që duan më ndjekin. Unë nuk detyroj askënd të më ndjek. Madje unë nuk detyroj askënd as të më ndjek, as të më pëlqej, as të më kuptoj. As të më mirë kuptoj. Por thjesht jam e detyruar t'ju a them të vërtetën. Dënimi me harres që më kanë bërë regjimi, oligarkët, pronarët e medjave, grupet kriminale dhe elitat e Tiranës, mua më ka sjellë një të mirë shumë të madhe, sepse sot e kësaj dite unë mbetemi vetmi njeri. Unë mbetemi vetmi zë modest, publik, që nuk ka asnjë pakt, asnjë marrëveshje, as të dukshme, as të padukshme, as publike dhe as të nëndeshme, me asnjë nga aktorët, me asnjë nga faktorët dhe me asnjë nga çifligarët e regjimit që ne kemi prej 36 vitesh të instaluar mbi shqiptarët. Po të kisha qoftë edhe një pakt vetëm me njërin prej tyre, do të më shiknit edhe mua në studio televizive, do buçisnin ekranet me emrin tim, do hapeshin gazetat me emrin tim. Por unë shkruaj çdo ditë opinione në rrjetet e mia sociale që nuk i shihni nëpër gazeta, nuk i shihni nëpër portale. Unë organizoj edhe si person promovime librash, si autor librash, por nuk i keni në ekran, nuk i keni në gazeta, i gjeni vetëm në rrjetet e mia sociale. Kur unë ndërmora nismën për themeluar LRE, unë kam bërë takime pafund ndër shqiptarët, kudo në Shqipëri, nga jugu në veri, në fshatra dhe në qytete, kam bërë takime pafund në diasporë, por nuk i keni parë në media, nuk i keni parë në ekrane, nuk i keni parë në televizione, nuk i keni parë në gazeta, nuk i keni parë në portale, i gjeni vetëm në rrjetet e mia sociale. Pra unë nuk është se kam qenë i heshtur, ata më kanë dënuar me harres. Unë nuk është se kam qenë vetëm duke bërë live dhe komunikime në rrjetet sociale. Jo, krejt e kundërta, jam përpjekur të organizoj me këto mjete që unë kam në dispozicion. Rrjetet sociale janë mjeti im i komunikimit dhe bashkësia e njerëzve që vendosin të jenë bashkë me mua janë motori im i veprimit. Kjo është e vërteta dhe kaq unë e them me krenari, sepse nuk kemi bërë pak, me aq pak sa kemi patur në dispozicion si mundësi, si mjete dhe si mekanizma dhe si logjistik. Kemi bërë jashtëzakonisht shumë. Ata shqiptarë që duan ta njohin dhe duan ta dinë të vërtetën, e gjejnë në rrjetet e mia sociale. Tani pse 21 gushti është i rëndësishëm dhe pse unë po e bëj këtë sqarim? 21 gushti është i rëndësishëm sepse ne duam të rinisim një komunikim me shqiptarët, por duam t'ua bëjmë me dije shqiptarëve se nuk na gjeni në media, dashur shqiptar. Mos na kërkoni në media. Në media janë vetëm ata që janë në pakt dhe në ujdi me regjimin. Në media janë ata që duan të arrëzojnë regjimin me lejen e regjimit, pra të flasin për rrëzimin e regjimit, të flasin për burgun e Ramës dhe Berishës me lejen e Ramës dhe Berishës, për me i shërby Ramës dhe Berishës. Në media
keni ata që janë me ata. Në ekran, e live, asnjë ekran, asnjë kamera, asnjë televizion, asnjë gazetë, asnjë portal nuk ka folur deri sot për 21 gushtin dhe për thirrjen tonë për 21 gushtin, sepse unë jam i vetmi dhe ne jemi të vetmit që nuk kemi pag dhe ujdi me ata dhe nuk kemi në marrëveshje me ata. Kush e kupton, është i mirëpritur, është e mirëpritur që ta ndjek këtë zë. Po të mundet dhe po të dëshiroj, na bashkohet në datë 21 gusht në orën 18:00 në sheshin Skënderbej. Kush nuk e kupton, le të pres sepse koha flet gjithmonë të vërtetën. Koha flet gjithmonë të vërtetën. Nuk jemi në media dhe nuk do të jemi në media dhe asnjë kamera nuk ka për të qenë me ne. Unë ju siguroj asnjë kamera, sepse regjimi do të sillet me ne sikur ne nuk ekzistojmë, pikërisht sepse ne jemi të vetmit që nuk kemi leje nga regjimi. Prandaj vendimi që unë kam marrë është ky. Prej sot, edhe unë deklaroj se edhe unë do të refuzoj çdo ftesë të pavolitshme në media. Qoftë edhe ato ftesat e vogla, sporadike, për të më hequr alibin. Ato ftesat ku duan të më dëmtojnë identitetin, sepse duan më ftojnë si analist, si opinionist, por jo për këtë që unë jam. Unë jam autor librash, unë jam autor esesh, opedesh, opinionesh, letërsie, modestisht. Unë jam një njeri që kam themeluar një parti politike, jam një njeri që kam një vizion, jam doktrinar i një partie politike, kam folur gjëre gjatë për shqiptarizmin dhe jam ndërmarrës si një nisme për me bashku shqiptarët në datë 21 gusht. Pra nëse mediat nuk më ftojnë për të tillë, pra për alternativën dhe vizionin që unë përfaqësoj dhe për identitetin real që unë jam, do të refuzoj dhe unë kategorikisht çdo ftesë. Le ta din këtë miq dhe jo miq. Le ta din këtë ata që më njohin dhe ata që s'më njohin. Do të refuzoj këtë jetutje çdo ftesë nga çdo ekran dhe nga çdo gazetar nëse nuk bien dakord paraprakisht se unë jam Arjan Galdini dhe ftohemi plot si Arjan Galdini. Ftohemi plot si Arjan Galdini. Dhe Arjan Galdini është njeriu i cili është autor librash, është doktrinar i LRE-s, është nismëtar dhe themeltar në LRE. Vizioni i LRE-s është identiteti i Arjan Galdinit. Çfarë bën LRE është identiteti i Arjan Galdinit. Unë nuk mund të jem analist dhe opinionist për të tjerët pa folur më parë për atë që unë jam dhe për atë që unë përfaqësoj dhe për atë që unë bëj çdo ditë. Se do ishte e pandershme ndaj atyre njerëzve që më ndjekin dhe që më besojnë mua. Këtë jetutje rregulli është ky, mos na kërkoni në media, por dhe ne nuk kërkojmë më dhe nuk duam më media. Kushdo që të na ndjek, le të kërkojë në Facebook Arjan Galdini, në YouTube Arjan Galdini, në TikTok Arjan Galdini, në Instagram Arjan Galdini, dhe na gjeni edhe me tekstet shkruara, edhe me video, mesazhe të tilla, edhe me live. Vetëm në rrjetet sociale. Porta dhe platforma jone vetme e komunikimit do të jenë vetëm rrjetet sociale. Shumë faleminderit, flasim përsëri më vonë.